Liçeni i Moglicës, një nga krijimet më të reja dhe më mbretëslënëse të natyrës dhe inxhinierisë në Shqipëri, ndodhet në territorin e Bashkisë Maliq, duke shtrirë sipërfaqen e tij mes kodrave të qeta të Juglindjes. I formuar si rezultat i ndërtimit të hidrocentralit të Moglicës, ky liçen artificial është tashmë kthyer në një atraksion të veçantë turistik dhe natyror. I rrethuar nga male dhe pyje, liçeni ofron pamje të mrekullueshme gjatë gjithë vitit, kur reflektimi i qiellit mbi sipërfaqen e qetë të ujit krijon një ndjesi qetësie dhe bukurie të rrallë. Ky rezervuar me ujërat e tij të kthjellta shërben jo vetëm për prodhimin e energjisë elektrike, por ka hapur mundësi të reja për zhvillimin e turizmit malor, sporteve ujore dhe agroturizmit. Banorët e zonës kanë nisur të përfitojnë nga ky potencial i ri, duke ndërtuar agroturizme, bujtina dhe duke ofruar produkte bio për vizitorët. Ndërkohë, rruga panoramike që të çon deri tek liçeni ofron një udhëtim të paharrueshëm mes natyrës së paprekur. Liçeni i Moglicës tashmë nuk është vetëm një investim energjetik, por një pasuri për gjithë Juglindjen e vendit, një ftesë për çdo që kërkon qetësi, natyrë dhe eksperjenca autentike në një nga zonat më të bukura të Shqipërisë.